Të faleminderit për këtë pyetje, ishte shumë e bukur, do ta ndaja në dy faza. Në fazën e mendimit që kanë të rinjt për paranë. Sot të rinjt për paranë kanë një mendim të tillë që të bësh para shumë shpejt është okay. Të hipësh shkallët shumë shpejt është okay, të marrësh detyra në një morë shumë të hershme, detyra të rëndësishme, drejtimi, në një morë shumë të hershme është okay, jo nuk është. Duhet një kohë e gjatë që ti të luftosh në lidhje me paranë, që ti të ngrihesh gradualisht, që ti të shijosh suksesin e shkallëve dhe mos të kesh atë paranë e menjëhershme sepse nuk ja di vlerën. Ka të rinj sot që prindrit i japin gjithçka në një moshë shumë të hershme. Në moshën 18 vjeçare i japin makinën e fundit, në një moshë shumë të hershme kanë telefonin e fundit që ndoshta te prindi nuk e ka. Pra, ju mundsojnë një ekstremitet mirësie dhe duke qenë benestant, duke ndikuar negativisht tek të rinjt. Pra të rinjt sot kanë një qasje shumë të gabuar të parave. Nuk po flas për raste të veçuara, por përgjithsisht nga ajo që shikoj, duke qenë se punoj me të rinj dhe adoleshentë. Adoleshentët sot lëvizin me shumë të mëdha parash, adoleshentët sot konsumojnë nëpër kafe të shtrenjta, nëpër bare të shtrenjta, nëpër restorante të shtrenjta, që ndoshta mosha jonë do stepet pak dhe do mendoj që a ja vlen vërtet kjo gjë, a më duhet vërtet kjo gjë, a kam nevojë vërtet për këtë që do blej? Për një moshë mesatare që punon. Pastaj ndalemi tek pjesa tjetër e prindërve tanë, të cilët nuk kanë nevojë për këtë luksin e shprenuar, nuk kanë nevojë për këtë dukjen që shpesh herë jemi të detyruar për shkak të rrjeteve sociale, dukjes që është e shëmtuar në fakt, sepse shikon në rrjetet sociale të gjithë fusin ushqimin, drekën, darkën, pushimin, a thua sikur kjo të jetë luksi i vërtet. Dhe nëse nuk e ke bërë, a ke pushuar vërtet, apo ke shkuar vërtet me pushime, e ke shijuar vërtet nëse nuk si një formë, nëse nuk postoja, ekzistoj. Kështu që pjesa tjetër e shoqërisë, kjo pjesa për mua me këmbë në tokë, nuk ka nevojë për këto gjëra, di mirë të shijoj, di dhe të kursej, nuk ka nevojë për ekstremitete, pa prindrit tanë, le të marrim një mësim nga prindrit tanë, të cilët dinë dhe të kursejnë, po dinë dhe të shijojnë, pa lukse të shfrenuara